unë i kuptoj mos miri hoxhallarët, sepse vetë kam qenë hoxh, vetë i kom rratë qërsijës, por kam pasë diçka unik që kolegët e mi nuk e kam pasë. Që të më kuptoni pak më mirë se çfarë po them, janë një teknikë. Hoxha do klientel, do xhamat, dhe kur dikush shkon në xhami, sidomos ndonjë me shkollë, për t'i lënë gjunohet, hoxha me dijen e tij, aty ku është i programuar, keq mendon se u konvertuar një kaor i tikës, siç thonin përpara dhe u bë musliman, pa e lodh hoxha i shpejtuar nëse pikërisht ai kaor që kërkon të ulet në preher. Edhe nëse kam përballë një imam. Një imam kogjet të popularizuar që ka emrin Hoxh Enis Rama. Hoxh, faleminderit që ke pranuar me intervistu në xhami në shtëpinë e Zotit. Faleminderit edhe juve për mundësinë, mirë se keni ardhur, Zoti ju shpëlbeft. Po besoj që donse jemi në shtëpinë e Zotit nuk ka pyetje të ndaluara. Jo, patjetër. Është element i infiltruar i shërbimeve inteligjente serbe për ta instrumentalizuar hoxhën dhe fenë e tij Bagdadit për qëllime politike.